Hipertensioni është një prej shkaktarëve që normalisht mund të sjellë probleme me zemrën, është një e quaj vrasje si heshtur, duke pas parasysh diagnostifikohet shpeshherë spontanisht, pacientat mund të jenë me vite me këtë problem. Aorta 42.5 është e zgjeruar, sepse është zakonisht deri në 38 tek meshkujt, 37 tek femrat, mirë po nuk është në masën që ka nevojë për më shqetësu. Ajo që është shumë e rëndësishme është që duhet me trajtu mirë hipertensionin, në këtë rast mos me lënë me pas vlerat të ulta, megjithatë mos me shku mbi 130 me 90, dhe është shumë e rëndësishme që pacienti me nejt veti gati, me ik faktorëve të rrezikut, mos me shtu pesh, më marr me aktivitet fizik dhe në këtë formë me përcjell të paktën çdo 6 muaj deri në 1 vjet me eko me po apo rritet më shumë aorta jo. Nëse rritet më shumë se 1 centimetër brenda viti, atë normalisht brenda 7-8 viteve 10 vite mund bëhet edhe për operacion të hapur. Problemi që mund të jetë ndonjëherë shpeshherë në krizë hipertenzive që mund ta kenë këta pacienta, mund vjen deri tek çarja spontane e aortës, që është një prej urgjencave më të rënda kardiake në mjekësi.